Ju në gjatë jeta uroj t'jeni mirë, lexova sot një artikull të Birnit i cili fliste për zgjedhjet në Partinë Demokratike dhe kam dëshirë sot t'ju bëj një analizë të imtësishme, të hollë, të thellë të asaj që është duke ndodhur në Shqipëri, çfarë është duke ndodhur në Partinë Demokratike. Ndarja në Shqipëri në fakt nuk ka votime, ka ndarje të pushtetit ndërmjet Ramës dhe Berishës. Çfarë dhe cili është plani sekret që po luhet? Mbani veshët hapur, sepse do t'ju shpjegoj të gjitha deri në fund, dhe qëndroni me laps dhe me letër në dorë, hapini veshët mirë, syt mirë, sepse jemi në momentin më deciziv të historisë. Ju e dini që Birni është një instrument i qarqeve të majta ballkanike, përgjithsisht pranë Sorosit, i cili është duke bërë një analizë, e ka publikuar gazeta e aleatëve të Birnit në Tiranë, lapsi i Andi Bushatit, nipi i Hysni Kapos. I referohem Andit si nipi i Hysni Kapos, sepse sot do të flasim për klanin Berisha, klanin e Rama dhe klanet e Shqipërisë dhe klanin e shqiptarisë që ne duhet ta ndërtojmë të gjithë bashkë. Dhe si duhet ta kuptojmë atë që është duke ndodhur, pash analizën e Birnit, e cila e çon në një kah tjetër atë që po ndodh brenda selisë Partisë Demokratike, si një lojë ku Berisha po asgjeson të gjithë kundërshtarët e tij, pra e sheh si një lojë procedurale, ndërkohë që bota në fakt ka ndryshuar dhe ju duhet të jeni me mua në këtë bisedë jashtëzakonisht të rëndësishme historike, në të cilën do të shpjegojmë se çfarë po ndodh brenda Partisë Demokratike. Berisha në fakt është duke vrarë dhe po asgjeson vet apo edhe me Ramën kundërshtarët e tij, çfarë po përgatitet në thelb brenda Partisë Demokratike dhe a ka precedent Partia Demokratike për të bërë këtë që po bën, si funksionojnë klanet politike, si funksionon bota dhe tashmë që rendi botëror po ndryshon dhe që Berishën e ka gjetur në një fazë të fundit të karrierës tij politike. Berisha tashmë do të bëj një lojë shumë të madhe, të cilën unë sot do t'ju shpjegoj me fije përpes, si thot populli, por me bashkë me të edhe lojën e Edi Ramës, pasi të dy po e ndajnë në mënyrë sekrete Shqipërinë në këtë botë të re. Dhe kam përgjigje dashamirëse edhe për zonjat dhe zotërit e Birnit, të cilët flasin për procedura nga zyrat e rajonalet që e kanë pikën e gravitetit përgjithsisht në Beograd, zyrat e Birnit, të cilat asnjëherë nuk e kanë përmendur lëvizjen Adeu te asnjë shkrim i tyre, edhe pse kemi qenë pranishëm në zgjedhje 11 parti, kur nuk ka thënë Birni, që përfaqëson Sorosin, ju e dini, kur nuk ka thënë Birni përse këtyre partive të cilat marrin pjesë, të cilat dorëzuan 5600 firma në KQZ, përse këta nuk i nxjerrin në televizion, përse këta janë të mbaruar dhe të goditur, përse nuk u lejnë numërues, përse i vrasin, përse ja vjedhin zgjedhjet. Birn nuk flet për këto, po flet vetëm për Partinë e Berishës. Çfarë po ndodh ke Berisha tani, do ju tregoj unë çfarë po gatuan Rama dhe Berisha. Rendi i ri botëror po vjen, ju a thash, do të bëhet gati një bord i ri drejtues i botës. Koha kur leksionet, kur Washingtoni dhe Brukseli japin leksione, të gjithë politikanët lokal në të gjithë shtetet e kanë kuptuar që ka perënduar. Pra, as Amerika, as Brukseli, as perëndimi, as lindja nuk kanë më mundësi të japin leksione me demokraci, sepse po e shohin të gjithë që demokracia ka marrë fund. Ky sistem botëror, sistemi liberal perëndimor, mori fund, është duke u gjunjëzuar. Ka institucione që po përpiqen, po e mbajnë rendin në këmbë, por përgjithsisht jemi duke shkuar drejt një faze të re. Filloi me luftën e Ukrainës, do të vijojë me luftën e Iranit dhe pas luftës e Iranit do të rikthehet lufta këtu në Europë, do të shkojë lufta në Taiwan, sepse bota po riformatohet, Kina, Rusia po ngrihen, Amerika po sundon, ka një summit mes Donald Trumpit dhe Xi Jinpingut që do të përcaktoj shumë shpejt të ardhmen e luftës e Iranit, si përfiton Kina nga
dërmimi i Iranit është një lojë shumë e madhe. Pra, përtej leksioneve të birnit tek portali i nipit të Hysni Kapos në Shqipëri për liri dhe demokraci, ne e kritikojmë birnin se demokracia dhe liria juaj na ka treguar që është një gënjeshtër e madhe, sidomos ajo që vjen nga birni dhe nga George Sorosi, sepse ju kur nuk i keni ngritur shqetësimet tona që po hynim me gjak në loj, po hynim pa para, pa klane, pa ambasada, pa klane ndërkombëtare, besuam tek liria, tek demokracia, besuam tek gara e pastër, por ju na thatë dhe na dhat leksionin më spektakolar të historisë se nuk ka kjo botë demokraci. Këto janë prallat që i tregon birni me këto histori. Tani të kuptojmë filmin e madh që po bën klani Rama Berisha, tashmë që duan t'i largojnë nga pushteti atje në Washington dhe këtu në Bruxelles, kur t'i vi radha sepse janë dhe ata të zënë me lojën e madhe. I themi zonjave dhe zotërive të birnit se sot ka ardhur një bota vjetër ravdiq, ka ardhur një botë ku pushteti dhe politika matet me fuqi dhe nuk matet më me vota. Mbaroi historia. Këtu do të bëjmë mobilizimin tërësor të shqiptarëve sot dhe do të flasim si ne do të ndërtojmë klanin ton, klanin i cili do të mbajë Shqipërinë, do të ruajë copsat e Shqipërisë nëse ju do të veproni, klanin që thyen monopolin Rama Berisha dhe do të njoftojmë sot vdekjen e moralit. Morali ka kohë që ka vdekur, por sot e njoftojmë me fakte dhe me argumenta. Kreshniku ju flet gjithmonë në Akademia Gjeopolitike e Lëvizjes Andeu me fakte dhe me argumenta, pavarësisht nëse nuk i pëlqen dikujt apo jo. Askush sot, siç ju thash, në perëndim nuk ka më mundësi të japi leksione me liri, demokraci, zgjedhje të lira, sepse vetë perëndimi sot po kalon në një kontroll korporatist dhe familjar. Këtë e dim ne, dhe ndërkohë që zyrat rajonale të birnit nga Beogradi apo nga çdo qytet tjetër na tregojnë për liri dhe demokraci dhe zgjedhje të lira, prit kujdes se mos ngatërroheni, se mos kujtoni se po mbroj Berishën. Dëgjoni me kujdes deri në fund. Ky është një diversion që bën birni për shqiptarët dhe në një farë mënyre maskojnë ata të birnit pazarin e sekret Rama dhe Berisha. Shkojmë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për zonjat dhe zotërinjtë e birnit dhe për shqiptarët e thjeshtë. Atje ka nisur aristokracia e Republikës, edhe pse Amerika është kampionja e meritokracisë në botë dhe këtë nuk ka fuqi në botë ta hedhë në dyshim, qofse ka një vend në planet ku ka meritokraci dhe ku një njeri nga zeroja mund të bëhet miliarder nëse është talent, kjo është Amerika dhe shqyr Zotit që ka qenë Amerika për këtë. Në asnjë vend tjetër nuk të lën të zhvillohesh sin Amerikë. Amerika ka defektet e veta tjera. Por si tokë e meritokracisë, Amerika ka qenë, vazhdon të jetë kampionja e planetit. Dhe si e tillë, realiteti tregon se parat e familjeve të mëdha politike janë pasaporta më sigurt për në pushtet. Pavarësisht se Amerika ka institucione të konsoliduara dhe ka aristokraci të konsoliduar. Le t'ju sjell pak me shembull. Familja Kennedy, dinastia më ikonike, nga Joseph Kennedy, patriarku i familjes, tek presidenti John Kennedy, tek prokurori i përgjithshëm Robert Kennedy, tek senatorët Ted dhe Robert Jr., të cilët kandidojnë sot. Ata e kanë kontrolluar politikën amerikane nëpër dekada, përmes një rrjeti të frikshëm besnikësh dhe influencë financiare. Një lloj siç po bën paria e Tiranës sot në Tiranë. Shkojmë tek familja e Bushëve. Një rast spektakolar, unik, ku babai George W. Bush dhe djali i tij George W. Bush u bën president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndërsa djali G. Bush ishte guvernator shumë i fuqishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, babai Bush ishte drejtori CIA dhe shefi i deep state-it amerikan, ishte njëri
njëri nga njerëzit më të fuqishëm. Pushteti i tyre bazohet në lidhjet e ngushta me industrinë e naftës dhe me kompleksin ushtarak industrial. Mos harroni kur këtë. Por me ndryshimin që atje ka gjykata, ka institucione, ka shtresa të cilat e ruajnë hierarkinë e shtetit. Shkojmë ke familja e Clinton. Bill Clinton dhe Hillary Clinton krijuan një strukturë pushteti bashkë me të dhe Clinton Foundation, i cili funksiononte si një shtet brenda shtetit, duke kontrolluar donatorët dhe agjendat globale për 30 vjet. Hajde shkojmë në Greqi. Politika absolutisht pronë familjare, një lloj si çdo ta bëj këta këtu në Shqipëri. Greqia është shembulli më i pastër ballkanik se si pushteti ndërrohet mes 3 apo 4 mbiemrave dhe familjeve të mëdha. Familja Mitsotakis, kryeministri aktual Kyriakos Mitsotakis, është djali i ish kryeministrit Konstantinos Mitsotakis. Motra e tij ishte ministre e jashtme dhe djali i saj, nipi i kryeministrit, ishte kryetar i Bashkisë së Athinës. Dhe këto nuk janë sajesat Kreshnikut, këto verifikohen shumë kollaj. Shkojmë tek familja Papandreou. 3 gjenerata kryeministrash. Georgios, Andreas dhe George Papandreou. Ata kanë dominuar të majtën greke për gati 1 shekull dhe askush nuk ka mundur t'i bëj rivalitet. Shkojmë tek familja Karamanlis. Konstantinos Karamanlis, themeluesi i Nea Demokracia, apo Demokracisë së Re, dhe nipi i tij Kostas Karamanlis, që gjithashtu shërbeu si kryeministër i Greqisë. Hajde të shkojmë në Francë shpejt e shpejt. Franca dhe Europa me elita tërësisht të mbyllura. Në Francë, pushteti kalon përmes klaneve intelektuale dhe familjare që dalin nga të njëjtat shkolla ENA. Familja e Marine Le Penit në ekstremin e djathtë, Jean-Marie Le Pen ja kaloi partinë Front National vajzës së tij Marie Le Pen, e cila tani po përgatit pasardhësin e saj Jordan Bardella, i cili është i lidhur ngushtësisht familjarisht me rrethin familjar të Le Penit. Kjo tregon se edhe partitë ideologjike funksionojnë si asete familjare. Shkojmë pak më larg habitatit ton europian dhe amerikan. Lindja mesme dhe Azia. Modelet e transferimit të gjakut në rajonin ku Berisha ka patur njohje të forta, siç është lindja e mesme, klanizimi familjar është ligj, edhe pse i pashkruar. Shkoni në Liban, atje ku unë e njoh çdo rrugic me imësi milimetrike. Rafik Hariri, që u vrau e ekzekutua, trashëgoi pushtetin e tij politik, një rrjeti ekonomik dhe politik i cili drejtori nga djali i tij Saad El Hariri. Liban, për shembull, nuk kuptohet politika pa klanet familjare, Xhumblat, Zhmeil e kështu me radhë. Shkojmë në Azerbajxhan, ke Alijevi. Hajdar Alijev ja kaloi pushtetin djalit të tij Ilham Alijev, i cili e mbroi gruan e tij si zëvendës presidente. Ky është një model i pastër i kontrollit total mbi financat dhe mbi ushtrinë. Pse këta shembuj janë i shërbejnë analizës tonë? 1. Legitimiteti i trashëgimisë është shumë i rëndësishëm. Berisha, kur ekzekuton çdo lloj rivali brenda partisë, Berisha nuk po bën diçka shqiptare. Ai po ndjek një model global, ku besnikëria e klanit është më e rëndësishme se procedura e garës. Se mos kujtoni se po justifikoj Berishën. Dëgjoni me kujdes deri në fund, sepse ajo që do t'ju shpjegoj, do t'ju zbërthej në mënyrë milimetrike diçka të cilën nuk ju lejojnë ta dëgjoni në asnjë televizion të Tiranës, as tek portali i nipit të Hysni Kapos, i cili ftohet tek portali i syrit
të Berishës, syri pik qimi. Kontrolli i financave, të gjitha këto familje, si që janë Bush, Mitsotakis, Aliyev, Le Pen, kontrollojnë asetet të mëdha ekonomike. Pa para, klanet politike vdesin ose janë ineksistencë. Kjo lidhet me tezën time, se Rama dhe Berisha i kontrollojnë të dy bashk financat në Shqipëri nëpërmjet klanit të oligarkëve, të cilët i kanë nisur fitimet e tyre marramëndse me Berishën, i vazhdojnë sot me Ramën, Salillari, Ulaj, Kastrati, Franka e tjerë, dhe Ramgeci e tjerë, që janë njerëzit më të pushtetshëm apo që kontrollojnë financat më të mëdha, Samirmania, në Shqipëri, kanë bërë biznes edhe me Ramën dhe me Berishën, dhe sot ata kujdesen që të ndajnë një pjesë të financave për Berishën dhe një pjesë të financave për Ramën, duke ruajtur monopolin bipolar të këtyre dy klaneve të fuqishme financiare dhe politike në Shqipëri. Le të shkojmë pak në historinë e Shqipërisë që ta kuptojmë pak më thellë. Klani i Matjanëve, klani i feudalëve të mbretit Ahmet Zogut të parë, në vitet 1920-1930, Ahmet Zogu nuk ishte thjesht një politikan normal. Ai ishte kryetari i një klani krahinor që ishte Mati, Burrelli pra, i cili u ngjit në maj të pushtetit duke përdorur fuqinë e tij të jashtëzakonshme dhe aleancat strategjike. Struktura që ndërtoi Zogu ishte jashtëzakonisht komplekse. Zogu e kuptoi se për të sunduar Shqipërinë duhet kishte kontroll klanet e tjera të Shqipërisë dhe tentoi të ndërtoi aleanca me bejlerët e jugut dhe me bajraktarët e veriut të Shqipërisë. Ahmet Zogu krijoi një rrjet besnikërie ku posti merrej në këmbim të heshtjes dhe në shtrimit ndaj familjes mbretërore. Dhe sigurisht nuk ishte i pavëmendshëm Zogu që të ndërtonte edhe aleancat familjare, aleancat e tij ndërkombëtare. Pra, kur i duhej pushteti, Zogut u fut në Shqipëri me ndihmën e Pashiqit të Serbisë, pra me ndihmën e Serbisë dhe të ruzëve të bardhë që quheshin aso kohë, dhe sapo u stabilizua në pushtet, e la pas krahëve aleancën me slavët dhe u hodh në gjirin e Italisë fashiste të Mussolinit aso kohë. Dhe paralelja me sot, si bëhet kjo, na tregon një model politik të stabilitetit mbi demokracinë. Kështu ka qenë Selanikta të pjetë, siç ka qenë do të jetë. Duro, më dëgjo deri në fund, sepse do t'ju zbërthej me kujdes, nuk jam këtu për t'i mbrojtur këto, por jam këtu për të dhënë alternativën. Zogu bënte tratativa, bënte baste të mëdha gjeopolitike, territoriale, me fqinjet për të ruajtur klanin e tij të fortë në pushtet. Sot kemi të njëjtët lider, Ramën dhe Berishën, të cilët i premtojnë ndërkombëtarëve, NATO-s, Brukselit, Washingtonit dhe kancelarive ndërkombëtare, nga Doris Paku deri te Marta Kosi, të gjithë këta, i ofrojnë stabilitet, kontroll absolut të Shqipërisë në këmbim të mbylljes së syve nga Brukseli dhe nga Perëndimi për pushtetin sekret dhe ndarjen e feudit shqiptar nga klani Rama Berisha. Shkojmë pak pas Ahmet Zogut, ishte lindja e një klani të dytë në Shqipëri, klani tjetër pas rënies së Zogut, që ishte një burr shtetas me gjithë defektet e tij, ishte një njeri i cili diti të bëj gjëra të mira përveç gjërave të këqija. Mos kujtoni se ka politikan që mund të bëjë vetëm të mira. Lindi klani ideologjik i bllokut, ish bllokistët, klani Enver Hoxhës, i cili sundoi Shqipërinë nga viti 1945 deri në vitin 1985. Pra, komunizmi në Shqipëri nuk ishte thjesht një ideologji. Ishte edhe një blok, ishte një klan i frikshëm i ish bllokut dhe i bllokut që sundon edhe sot Shqipërinë. Një rreth i mbylljes
i mbyllur familjesh, Hoxha, Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Hysni Kapo, që lidheshin mes tyre me martesa politike. Këtë e vëmre edhe tek shëtitjet që bënte aso kohë në ish blok doktori i familjes Hysni Kapo dhe i Hysni Kapos, Sali Berisha aso kohë, i cili ishte antar partije, dhe më pas reflektoi dhe tha unë u bëra demokrat në fillim të viteve 90 dhe i hipi kalit të popullit opozitar që kishte ardhur për të gëzuar Enver Hoxhën. Dhe kjo nuk ndodhi rastësisht që nipi i Hysni Kapos, Andi Bushati, me lapsin e tij, është pothuajse çdo natë tek syri pikçimi televizioni i familjes Berisha në Tiranë. Të shohim pak strukturën e brendshme, eliminimi i kundërshtarëve brenda llojit, likuidimi i klanit të Mehmet Shehut, tregoi se brenda grupit në blok nuk ka garë, ka vetëm hierarki absolute. Kush e sfidon këtë hierarki vdes, zhduket. Kush tentonte të krijonte një fraksion të klani i blokut, asgjësohej. Dhe ky klan i blokut, që drejtoi Shqipërinë nga 45 deri në 90 formalisht, por ata drejtojnë edhe sot, ky klan lëvizi me aleancat ndërkombëtare nga Jugosllavia tek Bashkimi Sovjetik dhe pastaj për tek kinezët. Pse? Jo për ideologji, nuk lëvizën për ideologji, por lëvizën sepse Enver Hoxha kishte frikë që aleatët e mëdhej do të mbështesnin rivalët e tij brenda Partisë Komuniste të Shqipërisë. Izolimi total ishte akti final i mbrojtjes së klanit Hoxha brenda në blok. Dhe po të ndërtojmë një paralele me sot, do të shohim se bloku jeton në strukturat e sotme si mendësi dhe si filozofi, sepse besnikëria ndaj liderit është i vetmi kusht për karrierë sot. Dhe prandaj shqyet Mul Noka dhe grupi i këtyre që rrinë edhe për qark Berishës, prandaj shqyen dhe bëjnë gjithçka për të ruajtur besnikëri dhe për të treguar besnikëri ndaj liderit, sepse është lideri ai i cili vendos për fatin tënd politik, është ai që të fut në listë ose ai që të nxjerr në listë, ai që të ul dhe që të ngre, ai që të fundos apo ai që të eliminon apo dhe të zhduk politikisht, ndonjëherë edhe fizikisht. Sot bloku në Tiranë nuk është i rrethuar me tela me gjëmba, por është i rrethuar me oligarki financiare, me klane financiare shumë të fuqishme dhe me klane mediatike shumë të fuqishme dhe shumë të kontrolluara, të cilat i ofrojnë shqiptarëve ruajtjen e monopolit politik të klanit Rama Berisha. Duopoli i tranzicionit Rama Berisha nga 92-shit deri sot, si zgjatim i politikës së blokut, është periudha ku klanet u sofistikuan edhe më tepër dhe u bën shumë më të sofistikuara. Ata përdorin jo vetëm pushkën, por kodin civil, tenderat, PPP-t, koncesionet, miliardat, dhe ndajnë lidhjet e tyre me shtetin e thellë, me deep stating global. Aleancat me shtetin e thellë, klani Berisha i ndërtoi i pari, pasi ishte i pari në pushtet dhe ishte ai që e solli George Sorosin në Shqipëri, ose e priti sepse Sorosin e solli tjetër kush në Shqipëri, ishte Berisha i cili i hapi rrugën dominancës, sepse u bë një pakt me shtetin e thellë i cili i kishte lënë Shqipërinë si derivat të klanit të George Sorosit. Ishte Berisha ai që i ndërtoi lidhjet i pari, si ish apo si një trashëgimtar i Partisë Komuniste, ndërtoi fuqinë e tij Berisha mbi kontrollin e strukturave post-komuniste. Kjo ishte roli i Berishës, i cili kaloi nga ish sekretar partie, kaloi në liderin e Partisë Demokratike. Ai kontrolloi strukturat post-komuniste dhe një aleancë të hershme, pra ndërtoi një aleancë të hershme me qarqe konservatore amerikane. Sot Berisha përpiqet t'ia trashëgojë apo t'i sillet apo t'i shitet shqiptarëve si pengesa e fundit e globalistëve apo e George Sorosit. Pse e bën këtë? Që të mbajë të bashkuar klanin e tij të konservatorëve apo të djathtëve të cilët
besojnë se Berisha është i djathtë apo është kryetari i Partisë Demokratike. Klani Rama ka ndërtuar një aleancë akoma më të hekurt me strukturat e rendit botëror, me fondacionin Soros, nga George Sorosi edhe tek dashuria e tij me Alex Sorosit sot, fondacionet transnacionale. Ky klan përdor gjuhën e modernizmit dhe të reformave për të asgjësuar çdo lloj politike apo çdo lloj opozite reale dhe duke e kthyer Shqipërinë në një laborator të agjendave globale. Tani t'ju tregoj me shumë përmbledhje shumë shkurt lojën e klaneve, periudha klani, aleati ndërkombëtar dhe qëllimi i vërtet. Shumë shkurt. Nga 1924 në 1939, Zogoljanët ishin klani i parë politik Shqipëri, në kuptimin e dominancës, aleatët ndërkombëtar Jugoslavia, Italia, qëllimi, mbrojtja dhe ruajtja e fronit, monarkia familjare e familjes Zogu. I 1945-1990, bloku dhe bashkimi sovjetik ishin aleatët ndërkombëtar, Kina dhe mbijeteksa fizike e kastës, nomenklatura pra. Vitet 2000 erdhi Rama Soros, tashmë rendi i ri botëror, Rama po tenton të mbajë një këmbë tek Sorosi, një këmbë tek Donald Trumpi, nëpërmjet aleancës së djathtës izraelite dhe Benjamin Netanyahus, tek i cili shkon nëpërmjet Mohammed bin Zayedit të Emirateve të Bashkuara Arabe dhe jo vetëm. Ky është me qëllim kontrollin e resurseve përmes agjendave liberale ndërkombëtare. Vitet 2000, Berisha dhe konservatorët kishin klanet lokale, mbrojtjen e bazës së djathtë dhe trashëgimisë politike të djathtë, e cila edhe pse kishte nostalgji për djathtën, nuk kishte mjaftueshëm fuqi për drejtu vetveten dhe ja besoi partinë e klanit të Sali Berishës, i cili vinte nga ish nomenklatura, por tashmë i penduar si drejtuesi i të djathtës. Ajo që po ndodh sot me Partinë Demokratike dhe në debatin për garën në Partinë Demokratike është thjesht një përsëritje e historisë, kur një klan e ndjen rrezikun e asgjësimit nga një klan tjetër, përplasja Rama Berisha, ai mblidhet rreth patriarkut, dhe patriarku në këtë moment mbyll çdo lloj gare për të ruajtur konsolidimin e familjes dhe të shtëpisë politike. Ardhja e Salianjit apo e figurave të reja brenda Partisë Demokratike, këto janë prralla me mbret. Salianji është investim i drejt për drejt i Edi Ramës, u fut në burg me flok, pa flok edhe doli me flok, bënte pushime dhe seancat të pushimit dhe të masazhit hot në për spitalet private të Tiranës, i dim të gjitha, dhe e përgatitën dhe duan të krijojnë një hero i cili gjoja po vjen në emër të lirisë për sfiduar të vjetren. Këta i shërbejnë lojës për të kontrolluar Partinë Demokratike nga njerëzit e Ramës. Rama thot, dua ta kontrolloj unë edhe PD-n nëpërmjet njerëzve të mi dhe që punojnë për mua brenda PD-s. Berisha i thot, jo, do ta kontrollosh bashkë me mua dhe me njerëzit që do të them unë, jo me njerëzit që do ti. Pse? Sepse nëse e kontrollon Rama Partinë Demokratike me njerëzit e tij, Berishës i bie pazari, i ulet pazari, i ulet fuqia dhe influenca. Për këtë arsye, Berisha e do ta komandojë Shqipërinë bashkë me Ramën, por mos harroni që ata vërtet e qeverisin dhe e sundojnë Shqipërinë bashkë, por në momente të caktuar ata përplasen me njëri tjetrin dhe këtu krijohet hapësira që të lindi një pol i tretë apo i katërt apo i pestë, të cilët e rivalizojnë çiftin Rama Berisha, dhe këto janë ligjet të Zotit, janë ligjet të ekzistencës, janë ligjet natyrës, janë ligjet fizikës. Sa herë përplasen dy të mëdhej, krijohen hapësira për pole të treta, sepse jeta do të vazhdojë, konkurenca do të vazhdojë, politika do të vazhdojë, rivaliteti do të vazhdojë. Vetëm Zoti është me pushtet absolut dhe të përjetshëm. Toksorët kanë rotacion midis tyre, sepse ligjet e Zotit në tokë, ligjet e natyrës, pra ligjet që i ka vendos i madhi Zot,
të cilat janë kodet fizike të natyrës, ligjet e natyrës, nuk ka fuqi në botë t'i sfidoj. E vjetra pushon së qeni, vjen e reja, 12, monopol, bipolar, janë në ruajnë monopolin, por në momente caktuara këta do përplasen me njëri tjetrin dhe çfarë do kërkojnë ndihmë nga poli i tretë. Ky lloj çmontimi i kastës Rama Berisha duhet të na bëj sot ne bashkë ndërtojmë klanin e shqiptarëve, jo klanin e dy partive të familjare të Ramës dhe të Berishës. Berisha po lufton me tradhtinë e infiltruar dhe Rama po e çan Partinë Demokratike nga brenda dhe e bën këtë jo që të rrëzojë Berishën, por që ta mbajë atë të dobët, sepse një Berish i dobët i duhet Ramës që të fitojë mandatin e ardhshëm. Ata do të përplasen, ne do të hymë në lojë, sepse është ligj ky, por duhet të kemi njerëz që kuptojnë, duhet të kemi njerëz të cilët e hapin lojën, duhet të kemi shqiptarë të cilët nuk i thonë Kreshnikut vetëm bravo, 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 por vinë dhe kontribojnë dhe mbështesin me çfarë munden që ne ta ndërtojmë klanin e shqiptarëve. Doni partia është aty, është Lëvizja Dheu, po s'deshet, ne nuk ikim nga Shqipëria, ja kemi dhënë fjalën edhe Ramës edhe Berishës. Nuk kemi për t'u larguar ndonjëherë nga Shqipëria, këtu na keni. Na asgjësoni politikisht e keni bërë deri tani. Po na asgjësuat edhe fizikisht, ja kemi thënë edhe këtë, ne nuk do të shkojmë si Oldashi edhe si Azem Hajdari dhe si shumë të tjerë. Qofse do hyni në gjak me ne, hyni, por do bëni gati se do lini trashëgimtar nga mrapa, do lini njerëz tuaj gjallë, do keni familje gjallë dhe ne i kemi lënë amanetet tona. Ne nuk duam përplasje, ne duam përplasje vetëm politike, por nëse ju jeni të vendosur për të na eliminu fizikisht, pasi na eliminuat politikisht, do të bëni llogari që ju do të lini klyshët tuaj nga pas. Dhe ne nuk duam të ketë gjak mes shqiptarëve, por gjaku jon nuk ka për të shku dom. Sepse ka një Zot që e thot qartësisht se gjaku paguhet me gjak, jeta paguhet me jetë, dhe ka ligjet të natyrës dhe të ekzistencës dhe kodet e njerëzimit, kush vret vritet. Nuk ka këtu liria, demokracia, gjykata edhe birni. Këto prallat e Sorosit me liri demokraci. Do bëjmë lojë, hajde hapni lojën, bëjmë lojë gartë të drejtë politike. Deri tani na keni ekzekutu politikisht Rama dhe Berisha, njëra palë na thot jeni klani Ramës, jeni zagart e Ramës, më thonë një pjesë, pjesa tjetër më thot je zagari i Berishës. Ndërkohë, mua më bëhet në nëja dhe më del shpirti natë për natë duke fol nga 2 herë në ditë, na kanë shkatëru ekonomikisht, na kanë shkatëru financat, na kanë shkatëru çdo lloj mundësie për të ekzistuar, por ne besojmë ke shpirti jon i cili rreh fort, i jep zemrës energji, aortën ton e lëviz emri Shqipni, nuk e lejmë Shqipërinë. Sa do të mëdha të jenë kostot, sa do të jetë e lartë fatura, ju ka gjetë belaja me ne, duhet gjeni zgjidhje. Hapni lojën, për ndryshe do të vuani shumë. Rama dhe Berisha bashkë me njëri tjetrin. Tjerat i keni prava, i keni filma, nuk i ha njeri ato që ju po ziheni me njëri tjetrin. Rama do ta godas Berishën që ti ul pazarin Berishës, nuk do me eliminu Berishën. Berisha është alibia perfekte e Ramës. Tani ju do më thoni, po si do ta bëjmë këtë klanin e shqiptarëve Kreshnik? E keni platformën aty gati, kam 12 vjet ju a tregoj. Jo të ndryshojmë klanet e tyre me një klan të ri, por të ndërtojmë institucionet, ndërtojmë bazën, gardën kombëtare e cila ruan rregullat e lojës dhe kush do dalë kundër Shqipërisë do të paguajë shtret. Kaq, siç ka çdo shtet normal i botës. Ka gardën kombëtare që është në hije. As ka pushtet, as rrin pushtet. Ushtria, shërbimet sekrete, media, financat. Janë klan që ruan ekzistencën e kombit. Asgjë po kërkojmë gjëra shumë normale. Historia na mëson që ka lindur grupe intelektualesh,
Por, klanet e mëdha kanë lindur të përgatitura me plan perfekt prej fillimit dhe janë përpjek gjithmonë t'i përçajnë çdo lloj lëvizje të re, çdo lloj përpjekje të re, çdo lloj partije të re. Ata që ju thonë sot rrini asnjanës, siç më thonë mua shumë prej njerëzve, kam pas shumë prej mashtruesve, të cilët më kanë thënë Kreshnik, unë do bëhem me ty ditën kur ti do t'i biesh edhe Ramës edhe Berishës. E bëra unë këtë disa vite me radhë, dhe çfarë ata që më thanë mos u bë as me këtë, as me atë, ishin të parët që më lanë në mes të rrugës. Ata që më thonin dil vetëm, bëje vetëm dhe luaj kundër të gjithëve, se gjoja, po të luaja unë kundër gjithëve, ata do më mbështesnin. Në fakt, unë nuk u bëra kundër gjithëve, sepse më thanë ata. Unë e dija që kjo është vetmja mënyrë për të thyer monopolin bipolar Rama Berisha dhe për të prish pazarin për shitjen e Shqipërisë. Qoftë në Greqi, qoftë në Serbi, qoftë në Kinë, në Amerikë, në Rusi, në Bruksel, apo në Arabi, apo kudo tjetër, apo në Turqi. Më thanë, dili kundër gjithëve, vetë shkojnë ke klanet ekzistuese lëpin atje, marmalatën që ja hedhin ata, e lëpin mirë me lap, mu ke bideja, e lëpin, ndërsa mu më thënë për klasu me gjithë. Vetë shkojnë qeftas, mrapa krahve, edhe e lëpin biden e Ramës dhe të Berishës. Ne duhet ndërtojmë sot klanin që ka për busull strategjike interesin kombëtar. Dhe jo familjen. Do t'jemi gjithmonë në këtë cikël, në qoftë se ne nuk e bëjmë këtë sot. Kur dy klanet të mëdha, si klani Rama dhe Berisha, përplasen me njëri tjetrin, ata shpesh janë duke bërë pazare në rrogoz për të mos lejuar asnjë palë të tretë popullin ose alternativat e reja që të hyjnë në lojë. Këtë po bën Rama dhe Berisha. Ky është duopoli që mbron veten sot në Shqipëri. Demokracia e Birnit tek portali i nipit të Hysni Kapos, Andi Bushatit, dhe që është mbrojtësi numër 1 i Partisë Radikale Komuniste të Arlind Qorit dhe i vetëvendosjes, kohët e fundit i ka rënë Albinit edhe vetëvendosjes Andi Bushati, sepse zakonisht e ka mbështetur gjithmonë vetëvendosjen dhe Arlind Qorin. Këto dy janë partitë që i përmend vazhdimisht lapsi i Andi Bushatit. Por, kur i thot klani i Hysni Kapos në Tiranë, që biri edhe vetëvendosjes, ai bie edhe vetëvendosjes. Sepse Andi Bushati përket klanit të Tiranës, jo klanit të Kosovës. Ndërsa bota drejtohet sot nga një bord drejtues i ri dhe do të drejtohet nga bord drejtues i ri që mban mbi emra të fuqishëm, kjo është duke ndodhur edhe në Shqipëri. Berisha po bën gati të lë partinë e tij familjes së tij. Këtë e kam njoftuar ka 2 vite përpara, do t'ju nxjerr me shkrimin që e kam në Facebook, kur solli Berisha e nxorri vajzën e tij, zonjën Argita Maltezi Berisha, tek emisioni Noros Kelmendit të Top Channelit, Grida Duma, dhe ajo ishte oferta e Berishës për sistemin, për deep state-in amerikan dhe për klanet e brendshme të Shqipërisë. Berisha ka një plan të qartë në kokë. Nuk jam merr dot njëri partin, as to Saljanjat, as Gazbardat, as ky Gronjek Marka, këta që ishin lëpin lulin, i gjujtën demokratëve Iran me shkop gome dhe me gazlotësjelës, pastaj i thiri Berisha, tha, hajde ta ham kecin e njom lulin, shkua në hëngrën lulin dhe u bën vetë deputet. Të thush që ka mungesë transparence, kjo është një hipokrizi e madhe. Berisha po bën në fakt atë që po bëjnë gjithë klanet e mëdha familjare në botë, dinastit në Amerikë, në Perëndim, në Greqi, në Lindje dhe kudo. Kush është ndryshimi dhe rreziku i Berishës nga ata të huajt? Rreziku i Berishës është se këtu nuk ka institucione dhe nuk ka shtet të thellë.
nuk ka mekanizma të cilët e ndalojnë Berishën dhe Ramën që të trashëgimia e tyre financiare, politike dhe dinastisë politike tek familjarët e tyre, siç mund të jetë vajza, djali apo njeri shumë i afërt i familjes, si në rastin e Le Penit me Bordellon, që është ai, ju kërkoj ndjes për shkrimin, për emrin që nuk ja fiksoj tamam. Këtë do të bëjë dhe Berisha, o do t'ja lë familjes, djalit, vajzës, më shumë t'i vajzës, ose një njeriu shumë të afërt të familjes. Politika është pronë. Berisha e di që në një botë pa rregulla që është tani, vetëm gjaku dhe besnikëria e mbrojnë pasurinë. Lulzimi Basha ishte njeriu i cili i tregoi Berishës që nuk mund t'ja besosh partinë kërkujt. Dhe ai po përgatit kalimin e stafetës ke familja ose ke besnikët e rrethit të ngushtë. Ka dhe personazhe brenda PD-s që po presin t'i bin topet testikujt dashit t'i këputen vet, Ali Zoti, Ali Mehmeti, Këlliçi, këto figurat synon Jorida Tabaku me mbështetjen e Edi Ramës dhe të qarqeve liberale të majta në Amerikë të Sorosit. Pazari i madh është në duart e Berishës. Pse? Sepse ai është më i forti brenda Partisë Demokratike. Pse është rrezik kjo? Rreziku është sepse nuk ka institucione dhe nuk është thyer monopoli Rama Berisha, i klanit Rama Berisha. Kundërshtarët e Berishës brenda llojit nuk duan demokraci. Ata janë ushtarë të George Sorosit dhe të Edi Ramës, të cilët duan të ulin çmimet e aksioneve të Berishës. Kaq është. Ata nuk duan ta rrëzojnë sistemin politik në Shqipëri. As ky Ali Zoti, as Ali Mehmeti, as Këlliçi, as Jorida Tabaku, as kërkush tjetër. Ata duan pjesën e tyre në tavolinë. Prandaj nuk guxojnë t'i thonë një çerek kritike Saliu të madh, Berishës së madh, Berishës që ishte sekretar partie dhe u bë kryetar i demokracisë, sepse po presin të ruajnë pjesën e tyre tek tava e re e Berishës. Bota sot, miq, është duke u kthyer në feude moderne. Berisha thjesht po adaptohet më shpejt se të tjerët. Çfarë po ndodh? Të loj po e ndjekin edhe qarqet ndërkombëtare. Po të shkosh sot në Greqi të kërkosh me mbështetje kundër klanit Rama Berisha, do të përzën. Pse? Sepse Rama dhe Berisha i kanë dhënë Greqisë çfarë do Greqia. Po të shkosh sot të kërkosh në Amerikë mbështetje për kundër klanit Rama Berisha, është i vetmi vend ku mund të ketë një hapësirë ku mund të gjesh mbështetje, sepse Rama dhe Berisha nuk kanë fuqi të blejnë as të kompromitojnë të gjithë Amerikën, edhe pse mund të kenë lidhje me klanin e George Sorosit dhe të majtës liberale atje. Tashmë, ata që na thonë rrini vetëm kanë një qëllim kryesor, nuk e bëjnë që të na mbështesin, e bëjnë që të na demoralizojnë, dhe kur vjen puna për të vepruar dhe për të bashkuar, zhduken nga syt këmbët. Qëllimi i tyre është që ti të mbetesh ishull, ndërkohë që klanet e tyre bashkohen errësirë me Ramën dhe me Berishën. Sot, Berisha po bën të njëjtin plan bashkë me Ramën. Ne jemi në dilemën ekzistenciale. Ose do të krijojmë polin ton të forcës, ose heshtja jon është miratim për vdekjen tonë politike. Flas ne si grup, unë si individ, si kreshnik, do të vazhdoj të ekzistoj. Shqiptarët duhet veprojnë sot. Nëse nuk veprojnë, nuk do t'jelë më nesër, ka që thjeshtësh. Rama dhe Berisha do të largohen një ditë fizikisht, por klani i tyre i financave dhe i mediave do të mbetet. Ndaj duhet sot një gardë e re e Republikës së Shqipërisë. Përballja me paratë e tyre nuk do të jetë lehtë. Kontrollojnë gjithçka dhe ne duhet të ndërtojmë një strukturë që bazohet tek identiteti dhe tek shqiptaria si i vetmi mbijetese. Po të shkosh sot në Itali të kërkosh mbështetje kundër këtyre, nuk ta japin mbështetjen. Po të shkosh tek Austro-Hungaria
që e krijoi shtetin shqiptar nuk ta japin mbështetjen, sepse nuk duan të përplasen me klanet e Tiranës. Po të shkosh në Turqi, ti kërkosh mbështetje Erdoganit dhe ti thuash mos u bëj me klanin e Edi Ramës dhe me partinë e Zeqines, edhe atje të tallin, sepse turqit kanë interesat e tyre me klanin e Zeqines, që u jep tendera, u jep biznese, u jep mundësi, u jep llokmën e tyre në Shqipëri. Të shkosh tek arabët nuk kanë fare dikim drejt për drejt në Shqipëri. Arabët funksionojnë me birbil nga Amerika dhe bëjnë investime këtu, qëndrojnë prapa investimeve të Trumpit dhe përgjithsisht nuk lëvizin arabët pa orientim amerikan dhe pa dritën jeshile të tyre. Arabët e gjirit e kanë fjalën, sepse nuk i prishin rregullat e lojës arabët dhe nuk ndërhyjnë në punët e brendshme, ndërhyjnë vetëm për të ruajtur ekuilibrat në Amerikë mes Bushve, Clintonëve, të majtës dhe të djathtës, mes Trumpit dhe Partisë Demokratike, hedhin para për të ruajtur balancat, siç bën në Shqipëri për të mbështetjen e klanit Kushner, Ivanka Trump dhe për mbështetjen e fytyre me financa për investimet në Zvërnec dhe në Sazan. Ne do të krijojmë polin e ri, po deshëm të ruajmë Shqipërinë, jo sipas rregullave të Sorosit, por një klan që mbron interesin kombëtar me të njëjtën egërsi që ata mbrojnë xhepat e tyre dhe familjet e tyre. Jemi në kohën e sfidimit të dyshës. Rrezimi i tyre nuk vjen duke kërkuar garë brenda partive të tyre, por duke i nxjerrë jashtë loje me një alternativë që nuk pranon rregullat e tyre të kalbura. Zonja dhe zotrinj, vëllezër dhe motra shqiptar, mos u gënjeni nga analizat e Birnit, as nga analizat e Andi Pushatit, as nga analizat e Qin Pekës, apo nga diplomatët e korruptuar që vinë në Tiranë. Gara në PD është një rrenë e madhe. Nuk ka pikë në rëndësisë, sepse në tavolinën e madhe Rama dhe Berisha janë në të njëjtën pjatë kur bëhet fjalë për sundimin e Shqipërisë. Trashëgimia familjare politike e Berishës nuk është një skandal, është një trend botëror i klaneve. Skandali i vërtet është që ju t'ju prisni që ata ju japin liri. Liria nuk kërkohet me leje. As nga Sorosi, as nga Deep State, as nga Europa, as nga Rusia, as nga Kina. Liria kur në histori nuk ka qenë dhurat. Liria merret, nuk ta jep kërkush. Ose e ndërtojmë sot klanin e shqiptarisë për të përballur me klanet e financës dhe të medias, ose mbetemi sklever të përjetshëm të një teatri ku aktorët nuk ndërrohen dhe skenari është i njëjtë. Zgjidhni të jeni pjesë e alternativës tek e cila po ju ftoj, ose të shuhemi në heshtje. Ju faleminderit për kohën tuaj të çmuar, merrni videon dhe çojeni pjesës tjetër të shqiptarëve, sepse në këtë mënyrë nuk do të hapet asnjë dritare mediatike për t'ia shpjeguar shqiptarëve në këtë formë. Miru dëgjofshim, ka zhvillime të mëdha, mos harroni kur, shqyr që ka Zot, rishihemi shpejt.